Jo më larkë se dje isha në një panelë, edhe tha i që kisha përballë, e diti që Blinken një shpallë non grata? Unë pa taksa. Blinken një shpallë vetë non grata? Non grata. Kush e ka shpallë? Kavaja, Shqipëria, kush? Apo Amerika? Kina? Kush e ka shpallë? Po se gjede atë? Tasi, e kishtë shpallë non grata. Non grata? Okej, uovë këtë tjetëri, këtë që kisha në kraj, nuk është, i ka heqë certifikat në sigurisë, pra nuk mund të kaloj direkt në material. Kjo përpoj të shpekonte, se ke i dem, pra se kjo është non grata. E shpikoj këtë tjetëri. Po, ose për shembull, filani është në, ore nuk është thjesht strategjist, është nga këta që marrin rrogën edhe shkojnë. Është ajo që të thash, ky mund të jetë Izraelit, për shumë mori Basha. Herën tjetër mori nga Izraeli. Po. Ky mund të jetë. Ndritje. E qau. Basha bëri gabim se ky Izraeliti i tha që dëgjoj, gjatë gjithë kohës duhet të këndoni himnin, sepse është një pjesë nacionaliste. Basha shkoi e mori e knoi vetë. Këtu e dheu. Mos ta kishte kënu vetë Basha, mos ta lete këtyne që nuk kanë vesh muzike, do kështë dalë që... Aty o qelbi. Po edhe Izraeliti, i mori që i mori legët. Lutem se mori... Të rritë, po t'i bënte një provë, këndoj një herë, ti thoshte Bashës, ta shikon të apo ka menduar që këshu shumë një shqiptar. Jo, ja tha... Stonatur kompletë shumë. Jo. Ja tha Bashës ai dhe ky ishte problemi më i madh që aty e dheu komplet, domethënë, që ky mori një tenor. Basha mori një tenor për të kënuar hymnin, edhe nga që dheu, domethënë, populloshe e ktheu në opera, edhe domethënë si ishte populli mas i vend, siç ishim mësuar me një gjuhë himnin. Pra mendoj që një përqindje shumë e madhe ka humbur këtu ke kjo. Dhe pra mund të jetë Izraeli, mund të jetë kinez, mund të jetë arab, jo kinezët, jo se ata në kalojnë të trurit direkt. Bravo, e kisha fjalën që një zgjuar nga diku ti e merr për të bërë këtë. Pra pavarësisht asaj. Anglez mund të jetë, por kjo nuk do të thotë, domethënë duhet të jesh me shumë probleme që të thush që Lasi Vida ka të bëjë me Trumpin.